Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Do të flasim për kujdestarinë e dy fëmijëve të mitur, të cilët i janë vendosur së fundmi nga gjykata babait të tyre, Afrim Korra. Historia e Tlevës dhe Afrimit është bërë mediatike, teksa në një fshat të Librazhdit, nusja ka dënuar familjarët e ish-burrit tashmë, atko Afrim Korra jetonte dhe punonte në Himar, ku vazhdon të jetoj dhe të punoj edhe sot, ndërkohë që Tleva në fakt asaj kohe ka ngritur akuzat për familjarët e bashortit të saj Afrimit, të cilët këta të fundit kanë ushtruar dhunë ndaj Tlevës. Kjo histori është bërë shumë mediatike, ne kemi pasur mundësi ta kemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur si ekskluzivitet i joni në momentin që ka ndodhur ngjarja. Megjithatë, ne kemi ndjekur hap pas hapi të gjithë zhvillimin, ka qenë gjykata që fillimisht fëmijët 2 dhe 3 vjeç ja ka lënë nënës së Tleva Korrës, megjithatë kjo histori ka zhvillime sepse Tleva Korra i ka marrë fëmijët të shlarguar jashtë territorit të Shqipërisë dhe më pas kur është rikthyer në Shqipëri, ka qenë babai i cili ka vënë në lëvizje autoritetet dhe këta të fundit i kanë dhënë kujdestarinë e dy fëmijëve. Do të mundohemi ditën e sotme të lidhemi me Afrim Korrën drejt për së drejti nga Himara, ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Hakmataj, dhe rikthehemi në studio. E akuzuar publikisht për dhunë ndaj vjerit, vjerës dhe kunatit, historia e Tleva Korrës do të rikthehet sërish në vëmendjen e emisionit Me Zemër të Hapur, një histori e cila disa kohë më parë trazoi opinionin publik dhe bëri jehu në media, duke vendosur Tlevën në qendër të akuzave dhe paragjykimeve publike. Ngjarja u trajtua në një maraton emisionesh në studio, ku përballë akuzave të forta u shfaq edhe ana tjetër e konfliktit familjar, me tensionet vazhdueshme mes bashortes dhe familjes së bashortit. Në atë periudhë bashorti i Tlevës u përball me një gjendje të rënduar psikologjike dhe emocionale, i gjendur mes dilemës për të mbështetur prindrit apo bashorten e tij. Në komunikime të vazhdueshme me redaksinë e emisionit, ai ndërmori një akt ekstrem duke tentuar të jap fund jetës. Ishte ndërhyrja menjëhershme e redaksisë, e cila njoftoi policinë dhe reagimi në kohë uniformave blu që bëri të mundur neutralizimin e ngjarjes së rëndë. Edhe pse ka kaluar kohë nga kjo histori që dikur tronditi opinionin publik, duket se problemet dhe konfliktet nuk kanë marrë fund. Fëmijët rikthehen me babain dhe situata është agravuar sërish. Ndiqni rrëfimin e ish bashortit të Tlevës. Mbas kronikës së përgatitur nga kolegja ime Anila Hakmataj dhe përpara se të lidhemi me Himarën me Afrim Korrën, me mua në studio Klodian Reçi, avokat. Përshëndetje Klodi, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, keni tashmë edhe gjykatën e arbitrazhit me në krye avokatin zotin Due Pietra. Faleminderit Klodi që je me mua ditën e sotme, do të flasim për këtë ngjarje, por në fund të emisionit do të prekim edhe një nga temat më të nxehta për sa i përket grave dhe vajzave të njohura të ekranit dhe takimet e tyre në burgje me persona me rekorde kriminale, sepse njëra prej vajzave, emri të cilët është përmendur kohët e fundit në media, e vetmja thoni ju, por me iniciale tashmë janë bërë aludime edhe për disa figura të tjera të ekranit. Klientja juaj, me sa duket, po kalon një periudhë të vështirë dhe ju do thoni që personin që ka takuar brenda burgut nuk është absolutisht e vërtetë që në burgun e Korçës ajo ka takuar 2 individ të ndryshëm, ka dhënë emrin e njërit po ka takuar tjetrin. Për të gjitha këto në fund të emisionit do të kemi edhe një sqarim ekskluziv nga ana juaj. Në këtë moment e lidhemi me Afrimin. Zoti Afrim, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Evi Sameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24, kemi folur dhe herë tjetër bashk. Si jeni? Mirë, si jeni? Mirë. Mësova që gjykata fëmijët ja u ka lënë kujdestari juve, apo jo? Po. Si janë fëmijët? Shumë mirë janë. Shumë mirë. Ku jetojnë ata? Ku jetojnë? Me mua jetojnë. Me ty, në Librazh, apo jo? Jo, në Himar. Në Himar. Aty ku ti punon, apo jo? I ke marrë fëmijët me vete? Patjetër. Po, gjatë kohës që je në punë, zote Afrim, fëmijët?
Me Kërrin? Kam familjarët. Pas Kofshit kam familjarët e mi. Ke familjarët e tu. Ndërkohë që lidhja jote me ish-gruan, me Etlevën, si është? Si që ka qenë? Si që ka qenë, e mirë? Pse, mirë ka qenë? Jo, ka qenë konfliktuale, por me njëherë pas divorcit unë shpresoj që duke marrë kujdestarinë e fëmijëve, ti si baba, që janë të rralla vendimet e tilla, mund ta themi këtë gjë apo jo? Baballarët janë shumë të rralla vendimet që gjykata i jep që ata të jenë kujdestar. Po, që do të thotë kjo? Që do të thotë, këtë i dini ju dhe vendimi i gjykatës. Etleva dhe historia juaj, zoti Afrim, se po fletë si një personi huaj me emisionin Me Zemër të Hapur dhe me mua vetë personalisht. Të paktën nga një incident shumë i rënd, edhe pse nuk kemi qenë në transmetim të drejt për drejt, atë të ejnëte, ti ke kontaktuar edhe familjarët e tu me ne, dhe ne të kemi shpëtuar nga një moment shumë i vështirë në jetën tënde, apo jo? Dakor? Për të punë more? Jo, zoti Afrim, ne do donim të dinim vendimin e gjykatës që çoi në marrjen e kujdestarisë nga ana juaj. Po, e kuptoj. Kjo është çështja. Pra, ju keni kaluar një periudhë shumë të vështirë. Patjetër. Dhe fillimisht gjykata ja dha nënës së fëmijëve kujdestarin. Çfarë ndryshoi më pas me Etlevën? Atëherë, zoti Afrim, më dëgjon? Të dëgjoj, po. Do tonim të dinim pak më tepër në lidhje me gjithë situatën tuaj familjare. E di pse ta them këtë gjë, zoti Afrim, se duhet jem edhe transparent. Unë ju falenderoj shumë për telefonatën, nuk jam në jap informacion të mëtejshme. Po jo, ne nuk marrim informacione, po unë kam një audio ku ju telefonon Etleva, kërkon bashkëpunim nga ana juaj, madje ju ka përmendur edhe momente shumë të vështira të krizës tuaj familjare. Siç është dhuna në familje, jo, nuk mund thuash edhe. Dhuna që jështë ushtruar nga familjarët e tu, të paktën, zoti Afrim, ma mirë kuptoj telefonatën. Është anasjota. Është ajo pra që ka goditur familjarët e tu, sepse historia juaj, zoti Afrim, edhe Etleva Korrës, është bërë mediatike, kur ajo ka dhunuar babain tuaj duke thyer xhamat e shtëpisë në një moment shumë të trazuar emocional, apo jo? Po, ashtu është. Mirë, tani, ju thoni, ose vendimi gjykatës thonë që kjo nën ka probleme, dhe kur ajo erdhi të jetonte në Tiranë, në dijenin time të paktën, si redaksi e emisionit Me Zemër të Hapur, njësia për mbrojtjen e fëmijëve, juve vetë keni bërë disa ankesa në lidhje për mënyrën se si ajo menaxhonte kujdestarinë atyre fëmijëve. Çfarë ka ndodhur? Ishin të nevojshme, prandaj. Zoti Afrim, ju vetë si baba, teksa fillimisht e kishte Etleva kujdestarinë e fëmijëve, çfarë vure re te kjo si nën, që të çojë më pas në vendimin e gjykatës ta marrësh ti kujdestarinë? Pa përgjegjësi të madhe. Që do të thotë, ma shpjego pak. Kriza nervore. Po? Pa qëndrueshmëri në edukimin e fëmijëve. Po? Marrjen e tyre arratisin jashtë vendit në shtetin italian, pa djeni, pa prokuror dhe ilegalisht. Tjetër gjë më do. Jo, të gjitha këto në fakt... Pasi ajo ndodhej në Itali që iku ilegalisht, u kryen 2-3 seancat e fundit dhe u mor vendimi i gjykatës. Pra, vajtja në Itali e Etleva Korrës e penalizoi atë për mënyrë... Është Gega, jo Korra, ishte Korra. Ishte Korra, tani është Gega, po. Zoti Afrim, atëherë, mund të më thoni pak, ti si e zbulove arratisin e këtyre fëmijëve? Ç'a bëhet? Si e zbulove ti që Etleva, Gega, i ka marrë këta fëmijë dhe i ka çuar në Itali? Pa prokur, pa asgjë. Vetë ajo më tha. Po? Ndodhem në Itali, më dërgoj lokacione, më kërkonte ndihmë t'i dërgoja, transferoja para, e tjera me radhë. U zbulua vendodhja, se disa gjëra janë dhe në hetim, në prokurori, në gjykate, tjera me radhë. Pra, arratisja e saj drejt Italisë së bashku me fëmijët tuaj, është një çështje që po hetohet, apo jo? Patjetër. Nga kush pikë doganore ka kaluar ajo, bashkë me fëmijët? Po ta di unë. Po në çfarë mënyre ka kaluar? Nga çdo pikë doganore kërkohet një prokur nga ana babait?
Kështu funksionon në fakt, dhe kështu është, por nuk e di se si ka kaluar. Ju vetë si ish bashkëshort i saj, keni kërkuar një shpjegim tek Etleva? Shpjegim për çfarë? Që pse iku apo si iku? Për mënyrën se si iku, sepse iku pastaj është diçka tjetër. Po, çfarë të ka thënë? Shumë habisme, thash, si kalove ova. Më tha diçka që pakën si ka, nuk mund të ta them telefon, pakën si ka. Po? Kalova, tha. Fëmijët në bagazh dhe i ka. Shmija ke bë, bravo, bëje prapë. Tani, e detyruan autoritetet të kthejë nga Italia në Shqipëri, apo pa mundësia ekonomike? Nuk e di, mendoj që po, por derisa nuk ju dha azili, sepse ishte çështja hapur dhe disa çështje tjera me radhë ishin hapur, ndaj nuk ju dha dhe azili. Mendoj, nuk e di saktësisht dhe nuk është po më hushur. Po pse ajo kërkoi azil në shtetin italian? Si thot ajo, po. Shumë e çuditshme e gjithë ajo çfarë po ndodh me Etleva Gegën, edhe me fëmijët, ndërkohë që ti menjëherë pas këtij veprimi, po? Fenomeni ndërkombëtar shqiptar. Që çfarë? Po pra, e çuditshme me çfarë po ndodh në të, më thash fenomeni shqiptar. Shiko, unë nuk e di për çfarë fenomeni flisni juve. Fenomen që logjikisht asnjëri normal nuk i bën disa gjëra që bëhen. Afrim, më lind pyetja, duke qenë se historia e Etleva Korrës në atë kohë, po Gega tani, është bërë për shkak se ajo ka dënuar babain tuaj edhe pjesëtar të tjerë të familjes, nusja nga Librazh dhe tani gjithë teleshikuesit e din, pse nuk e kërkove ti që në atë kohë të ekzaminojnë problemet të shëndetit mendor, emocional që Etleva sipas jush ka? Po bë një pyetje shumë të, më fal për shprehjen, shumë të çuditshme. Ti tani mendon që vërtet unë nuk e kërkova? Jo, ti mund ta kesh kërkuar zoti Afrim, por si nuk e ka parë gjykata të arsyeshme që në atë kohë fëmijët jetonin me ty dhe jo me nënën. Fëmijët jetonin me nënën në atë kohë, dhe jo me mua. Po pra, vendimi i parë, zoti Afrim, më dëgjoj, të njëjtën gjë po themi. Vendimi i parë ja dha kësaj nëne. Pse ja dha atëherë, thua ti? Po, pse ja dha atëherë? Ishin shumë të vegjël atëherë. Bëhe fjalë 2-3 vjeç. Po pse, aktualisht sa janë fëmijët, se nuk kanë kaluar shumë kohë që atëherë? Kanë kaluar 3 vjetë, e ca? Po pra, dhe fëmijët janë 5 edhe 6. Po pra, edhe 5 edhe 6 vjeç fëmijët rrinë akoma me nënën. Kështu që si 2, si 3, dhe në atë kohë fëmijët duhet të rrinin me ty. E kuptoj. Mirë, me vërtet. Duhet të rrinin me mu, por nuk diskutua fare si çështje, ju lanë asaj, okej, mbaj. Më pas, filloi agresiviteti, filluan debatet, filluan papërgjeshmëria, filluan shumë gjëra të jashtë logjikës, jashtë normës. Dhe pastaj vazhdova procedura që duhen vazhduar që arriti sot si deri në këtë pikë. E qartë. Mirë, zoti Afrim, e di ku dua të ndaloj diçka tjetër, le t'i kthehemi memorjes teleshikuesve, pikërisht tek ngjarja që ka ndodhur me dhunën në familjen tuaj. Ju në atë kohë ishit bashkë. Ju i kërkuat që Etleva të vinte në Himar aty ku ti punoje dhe vazhdon të punosh në fakt. Që gabim, nuk i kërkova të vinte në Himar, ishte në Himar, që kur është lidhur me mua, që kur është fijuar ka ardhur në Himar, i ka shkelur këma fillimisht në Himar. Pastaj iku nga Himar, mori fëmijët, u largua, vajti, u debatua, u sheu qa bëri dogji për vloj atje e tjera me radhë, sa arriti ambulanca, përfunduan njerëzit me barrela në spitale dhe kaq. Po mirë, kjo çështje penale... Nuk e kërkova që të vinte, por ishte dhe iku. Qartë, zoti Afrim, kjo çështja penale e masakrimit, çfarë bëri ajo në familjen tuaj, a nuk ndikoi dhe në zgjidhjen e martesës për të kuptuar pra gjykata në atë kohë kur fëmijët ishin 2 dhe 3 vjeç që Etleva Gega kishte probleme emocionale të theksuara të shëndetit mendor? U pushua direkt si çështje u dha vendimi, marrja fëmijëve të asaj dhe ndarja divorci ka që tjera me radhë. Nuk u diskutua. Shiko, në këto 3 vite, po. U dha mundësia për ta çuar në apel, nuk ju vardisa vetë, se thash hajt nëse nënë është, ti mbaj, thash gjyna, thash edhe fëmijët si fëmijë ka nevojë për këtë, edhe ajo do mbetet vetëm, thash do bëhet më keq se ç'është,
po i mora unë fëmijët, kaq. Po a nuk është kështu realiteti i Etleva Gegës sot, zoti Afrim? Sepse ajo vetëm është. Të njëjta gjëra vazhdon prap, po s'mund ta lija më, e durova deri tani, jo për veten, jo për të, për fëmijët. Qartë. U bë dimër, por shi, diell, tërhi zvarr rrugëve të Tiranës, tërhi zvarr rrugëve të Italisë, të gjithë periudhën e dimrit e ka kaluar nëpër Itali. E qartë. U bë erdhi Stina e Verës, vap këtu, vap aty, tërhiq këtej, tërhiq ande, sepse e tillë është, përfundon kudo. Mirë, si jeni lajmëruar ju për një sjellje jo normale dhe tërheqjen, siç thoni ju, të fëmijëve, kur ajo jetonte në Tiranë, përderisa dhe Agjencia e Mbrojtjes së Fëmijëve? Nga shumë njerëz dhe nga institucionet. Pra ishin fqinjët që i kishin denoncuar? Jo fqinjët, nuk po përcaktoj njëri, nga shumë njerëz si dhe nga institucionet më kryesore. Po institucionet janë sinjalizuar nga dikush? Jeni ju apo janë fqinjët? Jo, janë sinjalizuar, kanë parë vetë. Kanë parë vetë? Agresivitete që bënde në për institucione, njoftohesha unë, kështu është situata këtej, do viste fëmijët apo jo? Në rregull. Gjatë kohës që i mbante Etleva, atë ka lejuar Etleva ty që ti këta fëmijët i takoje rregullisht? As të dëgjoj zërin 2 vjetë e gjysmë. Më lajmëron të kur i tekeshin në i herë, po deshe hajti takoj, ngriesha unë nga Himara në Tiranë 5 orë rrugë. Na të ditë shkoja atje nuk më nxjerrte. E qartë. Iku dhe kjo. Tjetër. Gjithsesi, unë do doja të dija nga ju çfarë tregojnë fëmijët nga bashkëtesa me nënën ato vite që ti nuk ke qenë prezent në jetën e tyre. Ke arritur ti pyesësh? Fal zoti për këtë pyetje. Zoti Afrim, fëmijët nuk duan të dëgjojnë zërin. Me zor i bind që ti flasin telefon, ma edhin telefonin në shesht. Nuk duan. Ka ardhur ti takoj 2 herë këtu. Herën e parë vajza nuk ju fut fare. Herën e dytë është gritur me të gjithë njerëzit në bashki. Si dhe ka goditur punojës të bashkisë edhe mua. Pastaj e morën, përfundojnë në psikiatri në qytetin e Vlorës. Tjetër gjë. Atëherë, jo, më vjen keq për gjithë situatën që po kalon Etleva, por mbi të gjitha dhe fëmijët që kanë jetuar me të. Po jo, nuk po kalojnë Etleva fare, as unë, po kalojnë fëmijët, drama. Shiko, një periudhë të vështirë ke kaluar edhe ti, se një njeri që arrin deri në suicid si puna juaj, dhe fal emisionit edhe ndërhyrjes së komisariatit të Himarës, ti e mban mend shumë mirë, zoti Afrim. Edhe ti ke kaluar një gjendje emocionale shumë të keqe. Jam duke e kaluar, jo vetëm e kam kaluar, por vazhdon ta kalosh edhe sot. Mirë, zoti Afrim, unë kam disa audio të vëna në dispozicion nga vetë Etleva Gega. Në një nga audio të fëmijët thonë mami natën e mirë, ndërkohë që ajo tenton dhe këmbgul që fëmijët vazhdimisht e ofendojnë, nuk e di a është e vërtet kjo gjë apo jo. Shumë e vërtet është. Fëmijët e ofendojnë nënën. Shumë e vërtet edhe sot e kësaj dite këtu. Po si ka mundësi? Qa nuk thonë, na ka rrahur gjyshi, na ka rrahur nëna, na ka rrahur mami, duke u larë në dusht, mami na rreh gjithmonë, u kujtohet kur i laj vetë në dusht, u kujtohen ato fragmentet e saj, po babi Samir në lanti, mami në në rrifte shumë. Shiko, për shkak të dhunës që Etleva ka ushtruar ndaj fëmijëve, ju thoni që fëmijët e ofendojnë nënën e tyre, kur i telefonon? E ofendojnë, nuk duan të flasin. Jo, që refuzojnë të flasin e kuptoj, po që të arrin fëmijët 5 dhe 6 vjeç të ofendojnë nënën, të paktën ju jeni prindit kujdestar, ajo nuk e ka veten e saj në dorë, nuk kontrollon dot emocionet e veta, kështu që të lutem. Kalojmë në hapësirën publicitare dhe rikthehemi menjëherë. Mbas publicitetit jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt. Afrim, më dëgjon? Dëgjoj. Okej, atëherë isha duke të pyetur. Një pyetje e ofendojnë. Tani që njëri e ofendojnë, por e refuzojnë. A, e refuzojnë? Po. Qartë. Sa për ofendime nuk jam aq i palogjikshëm që ti të mësoj gjëra ofendimesh. Zoti Afrim. Jo me nënën, po kushdo që tjetër.
Zoti Afrim, do doja të dija, fëmijët mbas vendimit të gjykatës, i kryejnë takimet që ka vendosur gjykata me nënën? Patjetër që i kryejnë, por nuk duan. Shiko, unë kam edhe avokatin në studio, Sodi Klodian Reçi, dhe ti do ta dëgjosh, sepse prindrit shpeshherë justifikohen që fëmijët nuk duan. Vërtet fëmijët nuk duan. Nuk justifikohen, unë kam prova fakte që nuk duan. Por ti si prind kujdestar duhet i bindësh dhe ke ligjore këtë gjë. Është ligjore kjo gjë. Duhet i bindësh. Dhe mos jetë ligjore, patjetër që duhet i bind. Nuk e thënë diskutim. Sa ko kanë fëmijët që nuk e kanë takuar Etlevën nënën e tyre? Maksimumi një muaj mendoj, diçka tjetër. Sepse ishte këtu për t'i takuar, nuk arriti sepse u zua, përfundoi gjendja në debate në polici e tjera me radhë dhe kaq. Pra ajo erdhi në Himar? Erdhi për t'i takuar. Po? Vete unë në fëmijët atje, ishte duke u zënë në punojësit e punojësit ati, arriti gjendja në polici e morën dhe përzuan një hu. Zoti Afrim, a je munduar ti që me familjar të Etlevës të kesh një komunikim, sepse ndoshta asaj duhet një ndihmë profesionale ashtu si që e meriton jo vetëm Etleva, por edhe gjithë nënat që kalojnë këtë periudhë të vështirë? Më përpara shumë e kam kërkuar atë gjë. Kurse tani po dhe fundit diçka gati një vit e gjysmë, kam çfarë kërkoj më. Më përpara patjetër që kam kërkuar vetëm për fëmijët që të bëhet njëri ajo, jo. Shiko, ju thoni të bëhet njëri kur njeriu nuk ka nevojë për nevojën e një specialisti, por Etleva ka nevojën e rehabilitimit të specialistëve, kështu që duhet jenë medikamente, duhet të flasin mjekët në lidhje me Etlevën, sepse ajo ndoshta nuk e ka veten e saj në dorë. Shiko, një gjë të tillë, më mirë se e di babai dhe nëna e tyre, nuk mendoj që e di një i huaj apo një i jashtëm apo një i largët. Gjendjet që ka qenë më përpara që është e tjera me radhë, më mirë se e din ata, nuk e di asnjëri. A keni folur ju me familjar të Etlevës apo jo? Më përpara po kam folur shumë për ta diskutuar këtë gjë, ta zgjidhim me tjera me radhë. Për këtë gjë, mos më pyet fare, mos më merr telefon fare. A me kë jeton Etleva sot? Nuk e di momentalisht. A është braktisur ajo nga familja e saj, apo ka raporte me familjar? Nuk e di. Sipas kësaj, mendoj që s'ka fare. Atëherë, mund të më thoni sa është detyrimi ushqimor që ajo duhet paguaj për fëmijët? 300. 300.000 lekë të vjetra? Jo, 300.000 lekë të vjetra, 30 të reja. 30 të reja. Etleva punon? Patjetër punon. Por nuk e di më saktë, se nuk është se... Shiko, zoti Afrim, në gjykat kur shkon, duhet ta vërtetosh në punon apo jo, paguhen siguracione apo jo? Është e vërtetuar që punon sepse është e siguruar në punë. Është e siguruar në punë. Dhe prandaj u hu një pension ushqimor, ose do të di më saktë. Po një njeri që po kalon një vështirësi emocionale, mendore, kaq të fortë si që ju deklaroni, si ka mundësi të arrit punoj dhe mos jetë konfliktual në vendin e punës? Vallai shumë e çuditshme, drejt me thonë. Sepse këtu po flasim për dy standarde. Një njeri sillet keq edhe në vendin e punës ku punon 8 ose edhe më shumë orë, por edhe jashtë vendit të punës. Me problema punon dhe atje, me debate, me dhasë, me tjera. I ka paguar detyrimet ushqimore Etleva ndaj fëmijëve? Jo, akoma asgjë. Akoma asgjë. Ajo pretendon se i gjithë detyrimi ushqimor, jo vetëm që është i tepërt, 300.000 lekë të vjetra, unë nuk e di se sa paguhet Etleva dhe çfarë punë bën ajo, por është i tepërt dhe të gjitha ato para do shkojnë tek familja jote, tek ty dhe jo tek fëmijët. Kjo është frika më e madhe që vetë Etleva ka. Që do shkojnë tek prindërit, e tek unë, absolutisht jo. Pastaj, kur kisha unë detyrimin ushqimor, pyeste njëri se ku shkojnë? Jo, nuk pyeste njëri. Ato janë shpenzimet ditore, apo shpenzimet mujore, apo vjetore të fëmijëve. Megjithatë, zoti Afrim, ju thoni që jetoni dhe punoni si gjithmonë në Himar, aty ke marrë edhe fëmijët. Pra, po thoni të vërtetën, fëmijët nuk jetojnë në librazh me prindrit e tu. As ka shanse. Janë ata që kanë ardhur në Himar dhe kujdesen për fëmijët e tu. Po, absolutisht.
që nuk jetojnë ata atje dhe unë këtu. Gjatë kohës që ke jetuar me Etlevën, pse ajo pretendon që jo vetëm ti, por edhe familjarët e tu e kanë dhunuar Etlevën? Pretendimet e saja për gjëra të tilla janë të shumta. Dhe nuk është shumë e çuditshme që ta thot një gjë të tillë, por që ta vërtetoj. Mirë, Zoti Afrim, unë jam e qartë për gjithë tablon dhe situatën e një historie që ne kemi trajtuar vazhdimisht që kur u bë mediatike pikërisht edhe konflikti brenda familjes tuaj Nusja Ngali Brazhdi, e cila dhunonte familjarët tuaj, një çështje penale që me sa duket kërkonte një dënim të Etlevës apo të personave që Etleva pretendon, të familjarëve tu, se kanë dhunuar atë. Unë nuk e di se si është zbardhur kjo ngjarje, por një ngjarje që me sa duket ka shkuar në kurriz të dy fëmijëve, të cilët në atë kohë kanë qenë 2 dhe 3 vjeç. Në studio, kjo është gjithë çështja, pra, kjo është gjithë loja që ka rënë mbi kurrizin e dy fëmijëve. Dhe më vjen mirë që je i ndërgjegjësuar. Ajt po i kalojmë ne të mëdhej. Po. Por ata çkusur e kanë. Shkeolla nuk të martoj njëri me zor. Po mirë, duke qenë se jemi këtu ke martesa, atëherë si e njohur ti dhe Etleva? Me telefon. Nuk arrita ta kuptoje që diçka nuk shkonte? Vonë arrita ta kuptoj diçka që momentalisht dukeshe që hamase do kaloj, pastaj mu vuan familjarët e saj që ndoshta e ka, se po flasim hapun, ndoshta e ka se dëshiron të bëj një fëmijë, e më ndoshta do jetë e vërtet kjo, ndoshta do bjeri këton, kështu ka kaluar gjithë situata derisa arrita në një fëmijë. Pra, Zoti Afrim, ato shenjat e para Etleva i ka shfaqur para se të bëjë nën, apo jo? Po. Dhe lindja e 2 fëmijëve njëri pas tjetrit, me sa duket, dhe depresioni pas lindjes së një fëmije që çdo grua e kalon, si duket ka rënduar gjendjen e saj. Nuk pati lidhje kjo gjë në lindjen e saj. E kuptoj. E kuptoj edhe unë atë që thua ti, por nuk ndikoi kjo dhe nuk. Jo, i ka pasur rëndesa flasë, rëndesa që Etleva ka shfaqur nga një fëmijë tek tjetri, se i keni dhe afër me moshë. Jo, nuk ka pasur rëndesa në lidhje me. Jo. Mirë, le ta lëm specialistëve të flasin, se as unë dhe as ti nuk jemi të fushës. Mirë, po ti si mas ju shpjegon situatën tënde, që shkove drejt vetflijimit tënd, dhe mos ishim ne në bashkëpunim me policinë e Imarës, ti ndoshta mund ta kishe përfunduar aktin e vetflijimit. Po ti, çfarë problemesh kishe në atë kohë? Çfarë problemesh kishe, se çfarë bëra unë? Tani e dini shumë mirë, sepse ka dalë edhe me titra në televizionin News 24, ne nuk kemi qenë transmetim, se ka qenë ditë e njëjtë dhe ka pasur kuvend, pra ishte parlamenti live. Ku të mundesh, ato titrat mi dërgosh që të shkojnë, sepse... Mund të flasësh me familjarët e tu edhe me vllajën tënd, me zotin Arben, ti e di shumë mirë se çfarë ka ndodhur, megjithatë ti po e shmang. Gjykata duhet... Pra, thjesht po qartësoj gjë, nuk po shmang asgjë. Zoti Afrim. Po qartësoj atë që po thua dhe të qartësoj të që unë po të them. Pra, Zoti Afrim, ti nuk e mban mend se çfarë ka ndodhur me ty? Jo, nuk thash që nuk e mbaj mend, mbaj mend shumë mirë. Po çfarë ka ndodhur? Por ka ndodhur ajo që them unë, jo ajo që thon mediat apo njerëzit përreth. Mediat jemi ne, sepse na është kërkuar një ndihmë, kemi marrë menjëherë policinë e Imarës, e cila të ka lokalizuar dhe ti shqyr fal policisë nuk arrite të bëje atë vetë sakrifikim. Tani ishte një skenar. Dhe as nuk besoj që do e kem ndërmend një gjë të tillë. Po atëherë pse familjarët e tu na kanë telefonuar dhe na kanë kërkuar ndihmë? Pse policia erdhi tek ty dhe doli me një deklaratë? Sepse nuk varet se si mund të jetë informuar policia rreth një gjëje. Mirë, unë them që edhe për rastin tënd dhe për rastin e Etlevës, duke qenë se gjykata ju a ka lënë në kujdestari fëmijët juve, duhet ishte thelluar për të dyja palët se gjendja emocionale e juaja sa e rënduar është. Unë nuk po të krahasoj me Etlevën për probleme madhore që Etleva ka, por të paktën edhe ti ke kaluar një periudhë shumë të vështirë. Dhe këtë duhet ta pranojmë, Afrim. Paktën të jemi sinqert me njëri tjetrin. Jo atë që them unë për tyja, ta pranosh ti dhe atë që A ke dëshirë ta flasësh?
A ke dëshirë ta flasësh? Çfarë të flas? Atë momentin e vështirë që ke kaluar, në qoftë se pas ke kaluar, se ti po mohon gjithçka. Jo, nuk po mohoj, normal që kam kaluar momentet vështira, as diskutohet e më vetë. Po çfarë ka ndodhur? Po mohoj gjë. Çfarë ka ndodhur? Na e shpjego ti situatën. Jo, situatën ma shpjego ti, ku je pa qartë që ta sqaroj unë. Pra, a ke tentuar ndonjëherë të kryesh vetvrasje Afrim? Absolutisht as nuk e kam pas në mend dhe as nuk e kam ndërmend. Pse lajmërove familjarët e tu? Pse e vure në lëvizje familjen, por edhe policinë e Himarës? Unë s'kam njoftuar polici Himare. Polici Himarës është njoftuar nga media, nga ju, apo nga dikush, apo tjerë. Jo, nga neve, sepse na kërkuar ndim familja jote. Vallai nuk e di me thënë drejtë, po tje kjo e vërtet, unë as nuk e kam pas në mendje gjë të tillë dhe as nuk mendoj ta kem. Gjëja që unë jam telefonuar nga media, nuk e di, nga ju, nga tjerët e tjerë me radhë. Megjithatë, përveç vëllait tuaj që ne kemi pasur vazhdimisht komunikime me vllain tuaj që jeton në Greqi. Atëherë, ne disponojmë... Asnjë nuk jeton në Greqi. Atëherë, ne disponojmë një telefonat tënden me kryeredaktoren e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, ku i ke thënë që makinën po e lëm filan vend dhe po bëj këtë veprim. Atëherë nuk e mban mend Afrim. Jo, nuk po them, jo, nuk kam thënë ashtu, jo, nuk e mbaj mend. Po çfarë ke thënë Afrim? Gjatë asaj periudhe, po? Vazhdojnë shumë telefonata nga shumë emisione tjera me radhë. Po? Dhe gjatë një bezdisje të tepërt, le ta quajmë bezdisje, kam thënë fjalën që a ka mundësi mos merrim në telefon? Se po na boni me pra vetën. Ka që kam thënë, jo që po lë makinën këtu dhe pa lë makinën aty. Po në përmjet vendodhjes së makinës, o Afrim, tani mund të gënjesh... Në përmjet vendodhjes së makinës çfarë ka ndodhur? Pra, ne nuk dinim as targat e makinës, as ku i kishe makinën ti, as ku po shkoje ti, në qoftë se je shprehur kështu si të pretendon. Shu jam shprehur, vazhdo? Atëherë, ne nuk ishim pse të ndërhyni me policinë e Himarës dhe policia ka kryer hetimet e plota dhe ka dalë me një deklarat për atë çfarë ka ndodhur atë ditë. Nuk është kështu Afrim, po, ka dalë me një deklarat që mos më bezdisni se po tentoj të vras veten, po më detyroni. Jo po tentoj, na keni thash, me telefonatat e përta, me gjërat e... Po pra, por targën e makinës, ku i kishe ti makinën, ku ishe ti dhe çfarë po bëje ti, ne absolutisht nuk e dinim. Të gjitha këto na i ke dhënë ti. Targën unë, pas ka shanse. Mirë. Zoti Afrim, ti mund të mohosh gjithçka? As tjera me radhë. Mua, në ato momente, më morën telefon çunat e policisë. Ku je, isha në shëtitore, po pija kafe. Vinë ata, pijnë gjithë kafe, ikëm. Pa në punën tona. Kjo ka ndodhur atëherë. Kjo ka ndodhur atëherë. Mirë, unë të falenderoj. Nuk e dija, do t'i japësh një mesazh të Levës në lidhje me fëmijët, si janë fëmijët, se ajo është në merak për to. Nuk e di pse ajo si takon. Ti thua hajde një marë për t'i takuar, ndërkohë ajo thot hajde misil këtu në Tiranë. Atëherë, do t'i përcjellësh një mesazh? Pa, jo, mua atje, misil dhe mua këtu. Po pse ju do vazhdoni me inatet e njëri tjetrit? Jo, nuk po vazhdoj inatet, ja çoj dhe atje unë. Jo që nuk i sillte, por dhe as në telefon nuk i nxirrte. Po mira, the pak më përpara që është nën. Fëmijët flasësh telefon sa herë të duash, ti takosh sa herë të duash, edhe 5 herë në muaj. S'është problem. A më the pak më përpara që ajo është nën, nuk do doja t'i lija vetëm? Gjë që s'mohohet, normal. Po 1 muaj larg fëmijëve është e tepërt, zoti Afrim. Të lutem, mendoje gjatë. Mendoje si mendon në... Dhe të viti takoj. Po, a ka para mjaftueshëm ajo për të udhëtuar nga Tirana drejt Himarës, për dhënë dhe 300.000 lekë çdo muaj për takuar fëmijët e saj dhe për të ushqyer fëmijët e saj? Nuk ka vënë asnjë lekë. Po do t'i japi, se nuk ka ku të shkojë. Vendimi i gjykatës do zbatohet. Është larguar zoti Afrim, pa një mesazh, dalim në hapësirën publicitare dhe rikthehemi një herë në studio.
Mbas hapësirës publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit. Me mua në studio Klodian Reqi, avokati, do t'japi mendimin e tij për sa i përket edhe bisedës që kam kryer me zotin Afrim Kora. Divorci po bëhet shumë i vështirë, avokat, për sa i përket kujdestarisë së fëmijëve, sepse dhuna në familje, problemet të shëndetit mendor dhe ekonomik dhe shumë shkaqe të tjera, emigracioni ose migrimi edhe brenda territorit, sepse bëhet fjalë për një familje nga Librazhdi, ku bashorti punon në Imar, bashortja nuk do të rrinë në Imar dhe kthehet në Librazh dhe këtu fillojnë përplasjet me familjarët e ish bashortit. Tani, një histori që me sa duket në atë kohë ka bërë edhe xhiron e mediave dhe Etleva Kora, por Giga aktualisht është bërë ajo nusja e tmerrshme e Librazhdit, e cila dhunonte familjarët e Afrimit. Do doja të dija si të duk shpjegimi i zotit Afrim. Të jemi sinqert, nuk e pash rrëfimin sinqert. Pra nuk më duk një rrëfim sepse nga mënyra se si ka ndodhur kjo situatë nuk është se erdhi për një ditë vetme. Po duke që është problematika ka qenë e shtrirë në kohë. Ka qenë e shtrirë në kohë, po ka qenë në shtrirë edhe në zhvillime. Përderisa futet gjithmonë ky elementi i dhunës, se tani është bërë si klishe kjo çështja e divorceve që në shoqërohet gjithmonë me dhunë, me frustrim, me presione. Dhe kjo vjen jo se vjen pa arsye, dhe nuk është se ka një emërues përbashkët, gjitha llojet e divorceve ka një emërues përbashkët, se probleme ekonomike ka pas edhe më përpara. Probleme familjare ka pas edhe më përpara. Probleme në rritjen e fëmijëve ka qenë edhe më përpara. Por këto nuk do të thotë probleme shëndetit mendor kanë qenë edhe më përpara, por kjo nuk do të thotë që ti si bërtha me familjes, do duhet që dalesh nga kontrolli. Edhe të prishësh familjen, edhe të shkosh në divorc sepse nuk duron dot. Njerëzit sot janë bërë të padurueshëm. Pra i duan gjitha gjërat gati dhe i duan gjitha gjërat shpejt. Ndërkohë, çështja familjare është një proces. Siç është një proces edhe lindja e një fëmie, është edhe një proces edhe zhvillimi, edhe rritja edhe edukimi i tyre. Nuk është se përfundon në një stad të caktuar. Dhe tani njerëzit duke qenë që janë të padurueshëm dhe janë gjithmonë të frymëzuar nga parimet e libertas, lirisë, mund të sillen si duan, ndërkohë që ka një kufizim, edhe ka një etik edhe moral. Pra është keq kuptuar liria e individit. Sepse ti nuk mundesh brenda familjes. Po, absolutisht po. Këtë e vënë emëruesin përbashkët në shkaqet kryesore të divorcit, se nuk ekzistojnë dhe problemet ekonomike. Njerëzit kanë qenë më të varfër, ama bënin sakrificën e emër familjes. Njerëzit kanë pasur probleme të shëndetit mendor, edhe nuk kuroheshin edhe ishin prapë si e mbanin edhe bërthamën e familjes. Njerëzit kishin probleme me njëri tjetrin, por prapë duke qenë nga që aspekti i përgjithshëm shoqëror e kufizonte shumë të gjëra, njerëzit për hir të familjes bënin sakrifica. Tani me qenë se kjo praktikë është bërë e zakonshme dhe njerëzit e kërkojnë të lirinë e premtuar si një mënyrë për të shkëputur nga problemi, atëherë unë mendoj që kjo e krijon problemin vetvete. Me këtë duhet të them që jo vetëm që nuk është zgjidhja e problematikës, por krijon një problem të ri, që është problemi që lindi pas divorcit. Që ato qasje që kanë pas me njëri tjetrin vazhdojnë dhe ndryshojnë formën e ekspozimit të marrëdhënies që krijojnë tani më ish bashkëshortë me njëri tjetrin. Sepse kjo reflektohet drejt për drejt tek mënyra se si i ndërtojnë marrëdhëniet me fëmijët, me ish bashkëshortin, sepse vazhdojnë në njëjtat, le të themi, inate të cilat i kanë pas përpara. Ndërkohë nuk arrin të bëjnë dot projeksionin e vetes tyre në tashmë një dimension të ri, si ish bashkëshort, si ish partner, dhe emëruesi i përbashkët është vetëm fëmijët dhe mirëqenia e tyre. Pavarësisht se kush e ushtron të drejtën e përgjegjësisë prindërore. Natyrisht sipas ligjit dhe drejta e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore është e përbashkët, pra ushtrimin e kanë të dy prindrit, ama prindi kryesor në jetën e fëmijëve është njëri prej tyre. Dhe prindi tjetër absolutisht detyrohet që të ketë edhe detyrimi financiar, por edhe natyrisht edhe drejtën e takimit. Tani kjo nuk do të thotë se prindi që ka barrën për rritjen e fëmijëve do është ai që duhet trajtohet me detyrim për ushqim. Detyrimi për ushqim nuk është as për ish bashkëshortin, nuk është as për familjarët e ish bashkëshortit, po është për rritjen dhe mirëqenien ekonomike dhe emocionale. Tani, po t'i vendosim një raport të drejta, ka bazë të përbashkët që një shumë për 30.000 lekësh, pra 300 euro në muaj për 2 fëmijët, zëvendësoj atë bëshllëk që krijohet nga ndarja e dy prindërve.
por nuk mund të lëmë pa fokus veçantë çështjen e shëndetit mendor. Çështja e shëndetit mendor automatikisht ndikon tek çështja e mirëqenies emocionale edhe të gjithë anëtarëve të familjes. Dhe fakti që vetëm për t'u larguar nga probleme, ne mendojmë që rrezikë probleme duke u larguar nga probleme, atëherë kjo ka krijuar këto probleme të tjera. Tani në aspektin ligjor, kush janë ato rrugët e zgjidhjes? Spari është nga raste për të përshëndetur se gjenden rrallë herë gjendet prind kujdestar babai, sepse është krijuar stigmatizimi publik, është krijuar koncepti edhe praktik se kujdestarët jetë nëna në gjitha rastet. Ja ka raste shumë të rralla, e të këso janë shumë të rralla, dhe problemet kryesore vetëm problemet shëndetit mendor dhe emocional që ka pasur ndryshimet të përgjegjësisë prindërore duke kaluar nga një prind tek prindi tjetër. Po praktikisht edhe ky kalimi ndryshimi i ambientit social të fëmijëve nuk është se ndikon krejt pozitivisht. Po nuk ka qenë jo i mirë studiuar në procesin e parë kur ja kanë lënë nënën, se nëna kishte një proces penal për dhunën që ka ushtruar. Ajo pretendon nuk ka rrahur familjarët e afrimit. Familjarët e afrimit kanë dhënë të gjitha provat e dura që është e kleva që ka ushtruar dhunë. Gjykatat janë të prirura, them një të vërtet, gjykatat janë të prirura që të jenë gjithmonë mbështetje të grave. Absolutisht. Duke qenë se jo se është një punë që e bëjnë më mirë, po edhe niveli për kujdesjes, po edhe mosha e fëmijëve që ka qenë relativisht. Po shkaku i divorcit ishte dhuna e ushtruar brenda asaj familje. Kjo gjë dikush nga palët ka marrë dënim. Pa vlerësuar. Këtu është problemi, si nuk është vlerësuar. Po kur flasim gjykata themelit, themelin më shumë e bëjmë ne në studion e emisionit Me zemër të hapur se vetë gjykata. Absolutisht, sepse gjykatat pririn të jenë pak formaliste në të drejtim, dhe ne pikërisht këtu e bëjmë atë luftën tonë ligjore që mos të jenë kaq qasje, mos të jetë kaq formaliste në gjykatë, thjesht fakti që divorcohen. Pra nuk vetëm në Shqipëri shikohet divorci një proces i thjeshtë. Po strapacimi atyre fëmijëve që nëse nëna pas ka pasur këto probleme dhe i ka zvarritur gjatë gjithë kohës për 2-3 vjet, është e pafalshme e gjithë kjo gjëja. Ne kemi dëgjuar që ka edhe shqiptarë në Amerikë, që i kanë 2 martesa të regjistruara, i kanë edhe në Shqipëri edhe në Amerikë, preferojnë të vinë të bëjnë këtu divorcin, sepse është krijuar psikologjia që divorci në Shqipëri bëhet shpejt. Ndërkohë, ta bësh një divorc në SBA ose edhe në Itali, është një proces i cili zgjat në kohë. Pra nuk është qasa kaq formaliste që ta zgjidhin martesën edhe, se problemi i zgjidhjes martesës është problemi i thjeshtë. Problemi është pasoja që vjen nga zgjidhja e martesës. Pra ti kur shkon divorcohesh, ke vetëm një kërkesë, ke divorcin. Ama vijnë edhe 5 problematika tjera që është detyrimi për ushqim, për kujdesja, drejtat e takimit, drejtat e lëvizjes së shtetit, takimi me gjyshërit që është i kufizuar, nuk mund të ndalosh, sepse ka një rregullim ligjor kodi familjes. Këtu shumë absurditete që i ndajnë fëmijët nga gjyshërit, edhe rriten pastaj problemet sociale vazhdojnë edhe shfaqen edhe problemet e formimit personalitetit të fëmijëve. Sepse ndodhin, para është një thirrje që i shërben edhe misioni, është absolutisht edukativ, edhe në pikpamjen e moralit shoqëror që duhet të çojë, por në pikpamjen e edukimit ligjor, që njerëzit i shkojnë pak më me përgjegjësi këto gjëra, se nuk është se u bë divorci dhe u bë zgjidhja një problemi. Është hapja e 5 problemeve tjera. Tani, çfarë do të vendosim në një raport të drejtë? Do të vendosim të drejtën e prindit për takime, apo do të vendosim mirëqenien e fëmijëve në raportin me drejtë? Tani, kur them qasje formaliste që e ka gjykata, e kanë edhe institucionet, edhe zyra e mbrojtjes së fëmijëve që janë në nivel bashkish. Edhe ato kanë qasjen krejtësisht formaliste, ç'më duhet mua, nuk është punë. Askush nuk merr përsipër rreziqe, askush nuk merr përsipër përgjegjësi. Dhe prindin gjithmonë që ta kalojnë topin, më mirë ta bëj kështu se ta kem rregullon. Edhe gjithmonë krijohet një lloj stereotipi që gjithmonë krijohet një prind i cili është i keq edhe një prind që është i mirë. Edhe ne vëren paktën në 60% e rasteve ne konstatojmë problematikë të alienimit prindëror. Pra që fëmijët janë vendosur kundër prindit tjetër me ndikimin që ka prindi tjetër. Dhe afrimi me deklarimin e tij që thotë fëmijët nuk duan të takojnë, pak cinik edhe në mënyrën e treguarit. Me emisionin ishte shumë... E vërejta munges sinceriteti, nëse do të veja një epitet. Jo, edhe cinik, edhe ironik në kthimin e përgjigjeve, mënyrën e komunikimit me mua. Të kujtojmë situata, sepse ai thotë që fëmijët kanë përjetu situata nga më të ndryshme, nuk ka vend diskutim, absolutisht as nuk ka Jo, e di që atua të di unë, Klodi? Ta thot Klodi? publikisht një gjë që kanë bërë përjetimi fëmijët e tij.
Klodi, marrë shkas nga jo që ju po komentoni, absolutisht jam dakord me ty, por dua të di procesin e parë të zgjidhjes martesës dhe lënia në kujdestari për rritje dhe edukim nënës e Tleva Gegës. Si ka mundësi të kalosh një vlerësim psikologjik dhe psikologja apo psikologu të mos vëre problemet kaq madhore që Tleva Gega ka, që kjo nën ka, që fëmijët nuk kanë arritur të shprehen me psikologun apo me psikologen për problemet madhore që nëna, se tani fëmijët tregojnë se si janë rrahur teksa laheshin nga nëna tek babai. Atëherë këta fëmijë u morën atëherë në pyetje, psikologja ka arritur të kuptonte se kush është Tleva, se dhe ne me sy të lirë, unë dhe kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, e kuptojmë shumë mirë problemet që Tleva ka. Si ka mundësi që një specialiste e fushës të mos vëre këto gjëra? Kjo vjen për shkak një handikapi ligjor, që ka sot kodi i familjes. Ku fëmijët e mitur, pra të mitur nuk u merret mendimi para moshës 10 vjeçare. Nuk pyeten gjykat ato. Nuk është se pyeten si dëshmitar. Po thjesht, kjo është një handikap i cili është krijuar, edhe janë raste shumë të rralla përjashtimore ku gjyqtarët e cilët kanë përvojë jetësore, por kanë edhe përvojën e një prindi, ju kërkojnë palme që të vinë së bashku me fëmijët e tyre të mitër. Dhe kjo vjen edhe për shkak një problemi tjetër, që në gjykat nuk lejohen në 16 vjeç që paraqiten. Pra nuk lejohen të miturit marrin pjesë në gjykime. Janë sa rregulla procedurale, pra, që ndalohet në 16 vjeç. Jo, në takimet me psikologën flasë, që kanë kjo vjen nga këtu, se nuk është se ne i kemi vënë një absolutizëm raporti që bën psikologu. Kjo është e gabuar. Ne i kundërshtojmë se ajo është një provë si gjithë provat e tjera. Nuk mund të ketë mbi vlerësim raporti që bën psikologu, raport me një pamje filmike apo me dëshminë e një familjari. Sepse psikologu analizon vetëm për një moment caktuar në ato 2 deri në 8 takime që bën maksimalisht me fëmijët nga 30 minuta, maksimumi nga 1 orë. Dhe ti nuk mund dalësh një konkluzion konkret, shkencor, metodologjik, që po, kjo është situata. Jo, Tleva, kuptohet që në momentet e para, që ku prezentohet. Relativizohen, mund t'jenë gjyshit, mund t'jenë fëmijë më të rritur, mund t'jenë familjar, mund t'jenë komshi, mund t'jenë persone që kanë deli për rrethana se si kanë marrëdhënie familjare. Dhe ne, kur i thrasim tonë, si në dëshmitarve, këto absolutisht shifen si jo të rëndësishëm, sepse mbi vlerësohet raporti psikologut. Ama, kur gjendemi sot, përpara rastit ku psikologu nuk e ka bërë saktësisht detyrën, sepse ti mos konstatosh problemet shëndetit mendor, ai thot nuk është punojmë se nuk jam psikiatër, ama ti shikon nëse ka sindromet alenimit prindëror, se zakonisht to lidhen. Është gjë e parë që vjen re, pra një marrëdhënie divorci shihet ka alenim prindëror, pra ja kundërvën fëmijët prindit tjetër apo jo. Se pastaj fëmijët për nga le themi nga joshja që ka te prindi tjetër për që një pëlqyer fillon edhe gënjen, fillon edhe krijon situata i fantazon sikur nuk ka ndodhur, sepse ka dëgjuar në një ambient se dhuna është e keqe, sepse nëse ka ndodhur kështu, edhe fëmia fillon të jep përgjigje, ato përgjigje i pëlqejnë prindit. Qartë. Edhe nëse ka ndodhur jo pak raste që fëmia i fantazon ato situata për shkak debateve që mund të kenë qenë familje. Megjithatë, edhe në procesin e dytë, unë jo më kohë ja cilësova zotit Afrim që edhe ai ka kaluar, ndoshta mund të jetë episodik, por ka kaluar edhe ai një moment shumë të vështirë. Pavarësisht se si tashmë në komunikim me mua kërkonte të mohonte gjithçka. Por fakti i seriozitetit të kësaj media, thash edhe një herë, ka qenë ditë e njëjte, ka qenë në transmetim live, jo emisioni Me Zemër të Hapur, por Kuvendi i Shqipërisë. Dhe ndihma që vetë drejt për së drejti Afrim Korra ka kërkuar tek kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur dhe gjithë ajo luftë që kemi bërë me komisariatin e Imarës, cilën edhe e përshëndes, mbas hetimeve që kreu dhe mbas gjitha veprimeve që kreu, doli dhe me një deklaratë në faqen zyrtare të cilën ne transmetuam edhe në News 24, ai kërkonte ta minimizonte të gjithë këtë gjë, gjithsesi është puna e Afrimit. Nuk e ka vënë re gjykata, përsëri besoj ka pasur takim Afrimi me psikologun apo psikologën e çështjes. Në këtë raport dua të them, nuk është vënë re? Tani nga ajo që tha Afrimi, tha për shkak të hallit që tash duhet ta kuptojmë çike edhe atë. Nuk është se ne duhet t'ia vëmë fajin gjithmonë njërit, por duhet të futim pak edhe në rrobat e atij. Ta projektojmë pak ta projektojmë pak veten me hallin që ka. Ai thot
për shkak të hallit që kishte të bëjmë me vra veten, pra që i ka shpirtin më të hundës. Jo, nuk është kështu se është regjistruar telefonata që u vun dispozion policisë. Absolutisht, dakord, kjo është çështje. Domethënë ta minimizoj dhe ta banalizoj afrim korra kështu, sepse kishim një përgjegjësi shumë të madhe mbi supe dhe e dim ne që në ato 3-4 orë çfarë të merri kemi kaluar. Unë e shoh si thjesht edhe revoltën që ka pas ai ndaj gjërave që nuk po i zgjidheshin për problemet që aty po i vinin. Pra, ka qenë një revolt. Ka qenë revolt që ka thënë do vras veten, thotë, sepse s'ka me gjë tjetër. Pra, kjo ka qenë deri nuk mbajnë dot më. Po jo se kjo një shprehje e kësaj natyre mund të jetë. Po pse do ishim vënë ne në lëvizje por edhe komisariati? Po, duke qenë media serioze, duke marrë seriozisht, sepse njerëzit nuk vinë dalin televizor për të tallur. Tu vjen për gjëra serioze, është një problem edhe për nga titulli i emisionit me zemër të hapur. Ti do të flas me sinqeritet. Pa tregon që ti ka arrit deri në atë pikë sa që i thu gjëra seriozisht sikur se ka ndodhur në rastin konkret. Nuk është se ti po del media për përfituar një gjë që... Jo, a duhet ishte vlerësuar në raportin psikologjik që t'ja japim këtij babai, domethënë çfarë sigurie na jep edhe... Jo çdo gjë që ndodh një herë, jo çdo gjë që mund ndodhë një herë, mund të jetë episodik, pra nëse ka qenë, nuk është jo episodike, pra që është e vazhdueshme, atëherë fillojnë këmbën alarmi këtu. Edhe ka institucione që duhet ndërhyjnë, duhet bëjnë vetëqimin e tij, kontrollet e gjërat më radhë. Përdesë ka qenë episodik. Atëre, episodik, thash edhe unë episodik, por nuk e di... Se s'ka ndodhë gjë, as përpara nuk ka në indici, as mbrapa që të ketë ndodhur. Mund të qenë një episodik si çështje dhe si rast. Por çështja është nuk është trajtuar, jo, se nuk është Policia thotë gjë duke pi kafe. Jo, sepse ne kemi qenë në kontakt pa ndërprerë lidhjen telefonike me policinë e Imarës. Absolutisht nuk është e vërtetë. Janë ulur pasi e kanë lokalizuar, neutralizuar, janë ullur dhe e kanë qetësuar. Nuk është absolutisht e vërtet ajo që thot afrimi, kështu që është çdo gjë e dokumentuar në policinë e Imarës, në deklaratën e ditës së caktuar, kështu që ne nuk kemi qenë transmetim, ka qenë vetë afrimi që ka marrë kryeredaktorin e emisionit me zemër të hapur dhe absolutisht mediat nuk po e shqetësonin afrimin se çështja e afrimit dhe Etlevës kishte marrë fund kohë më përpara. Etleva e kishte dhënë deklaratën e saj duke u gënjur se do përfitonte një shtëpi në Tiranë, pastaj u pendua erdhin në emisionin me zemër të hapur se media tjetër kombëtare e ka lënë edhe në mëshirë të fatit Etlevën dhe as nuk interesohet më, mjafton që i morën atë intervistë dhe kjo gjë është e turpshme her pas here që të shkosh, të premtosh shtëpi dhe ta lësh në mes të 4 rrugëve kur ajo sot është e vetme. Dhe kur them është e vetme, nuk ka mundësi që gjykata t'i vendosi 300.000 lekë të vjetra për fëmijë, që ajo mos ketë mundësi të udhtoj nga Tirana drejt Imarës për t'i takuar ata fëmijë, pavarësisht se mund t'i bëj dëm atyre fëmijëve duke i takuar me agresivitetin që afrimi ka, po si ka mundësi që kjo Etleva punon? Një njeri me kaq shumë hallë dhe me kaq shumë probleme, siç e paraqit edhe afrimi. Po është detyruar të punojë se nuk ka rrugëzitje tjetër. Pra ti thua që në vendin e punës ajo sillet mirë, Klodi? Po tash njerëzit tjerë hiqin e tjerë janë, në ndodh jo pak raste. Se është superegoja e cila prevalon në gjitha rastet. Superego thotë se na shohin njerëzit. Problemet me sy të lirë duket pra që Etleva ka probleme. Unë nuk i mohoj problemet e Etlevës, por çështja është që në këto probleme që Etleva ka, dikush duhet t'i japi një dorë Etlevës. Se kështu edhe vetë afrimi tha, herën e parë mendova t'ja leja Etlevës sepse mendova si nën, por ajo është nën prapë edhe sot. Dhe akoma më e dhimbshme është në qoftë se ka braktisur dhe familja e saj, nuk ka asnjë lloj mbështetje, për këtë më vjen keq. Kjo është fat i keq, pse se nuk ka s'ka asnjë institucione që të paktën ta ndjekin këtë emision, të shkojnë ta takojnë Etlevën, të marri kujdi unë mjekimet e duhura, ta çojnë tek specialisti, që edhe ajo vetë të ndërgjegjësohet, por nuk ka asgjë të tillë, Klodi. Për këtë më vjen keq. Ti japim gjithë një dorë Etlevës. Atëherë ka një sër shoqata që janë përpunë, shoqata grave. Janë disa shoqata, një nga ato shoqatat që paktën në aktivitetin e tyre kanë gratë cilët janë kryesisht pas divorcit, që ofrojnë vetëm asistencë ligjore, po kam dëgjuar edhe raste që ka edhe asistencë emocionale me psikologë, me Unë them që çështja e Etlevës nuk është çështje e një psikologu, se një nga psikologët e emisionit ne ja vinim në dispozicion, por është përtej psikologut kjo gjë. Tani, pa dashur ta stigmatizojmë, një person që ka nevojë për trajtim mjekësor, e kalon pa këtë sferën e normalitetit edhe.
Ajo vetë nuk kërkon ndihmë, sepse njerëz të tillë refuzojnë dhe thonë që nuk kemi absolutisht asgjë. Në qoftë se familja e saj e origjinës se pas ka braktisur, fëmijët i ka marrë babai, prej një muaji nuk i takon, i duhet të mbjetoj, temperaturat të larta apo vinë, unë nuk dua që emri i Etlevës më pas të bëhet lajm dhe pastaj të fillojmë dhe të bëjmë këto moralizimet e duhura që nuk ka funksionuar institucioni, se duhet parandalojmë, pra këtu e theksoj vazhdimisht, ja ku jemi për të parandaluar dhe prandaj e bëm bisedën edhe me afrimin. Edhe vetë afrimi nuk mund të jetë kaq indiferencë, është nëna atyre dy fëmijëve. Mundet në emër të Etlevës të paktën nëse është braktisur nga të gjithë, ja ku jemi sot, po e bëjmë këtë denoncim drejt për drejt, institucionet, Ministria e Shëndetësisë nga ku varen të gjitha drejtoritë dhe të gjitha institucionet të marrin përsipër lokalizimin e Etleva Gegës, e cila punon në Tiranë, është e divorcuar dhe kërkon ndihmë mjekësore me profesionistë e dur dhe më pas edhe ajo të kuptoj dhe të reflektoj dhe të jetë një nënë e dobishme, qoftë edhe në distancë me fëmijët e saj. Tani, dua të dalë tek martesa, Klodi, por edhe tek bashkëtesa. Së fundmi, diçka ka ndodhur me zyrën tuaj avokatore, apo jo? Do doja ta ndanim këtë, po përflitet gjithmonë e më shumë për vajtjen e vizitave të vajzave të njohura të ekranit me persona të cilët tashmë njihen si persona problematik, si persona me rekorde kriminale dhe këto takimet brenda burgjeve nuk janë bërë ashtu siç duhet. Të paktën siç është raportuar në media, por që ju keni një tjetër këndvështrim. Po, është bërë një raportim, paktën ka 2 javë të fundit që ka shkriju një lloj klime e papranueshme, paktën edhe për sa i përket cilësisë dhe saktësisë së informacioneve, por mbi të gjitha është për vërtetësinë e informacioneve. Pra, e vetmja media e cila nuk ka bërë transmetime të këtyre lajmeve në të njëjtën formë është vetëm media juaj. News 24, vetëm News 24 nuk ka bërë përcjellje në të njëjtën gjuhë stigmatizuese, në të njëjtën gjuhë denigruese, të njëjtën gjuhë shpifse që i kanë bërë disa zonjushave këto 2 javët e fundit. Domethënë, janë shitur si mish për top lajmet të shtisht të deformuara, të nxjerrë nga konteksti, duke krijuar stigmatizime. Ne përfaqësojmë rastin e vetëm të një zonjushe të nderuar për neve, mbetet si e tillë, në vazhdoj të ngelet si e tillë, e cilës e vetmja është përmendur emri, me emër mbi emër, Zize Pajaziti, e cila për 2 javët e fundit ka qenë në një terror informativ për shkak të lajmeve të cilat janë publikuar për një takim që ka ndodhur në burgun e Korçës. Dhe është ngritur insinuacioni nga shumë gazetarë, duke filluar me një gazetar pa dashur ta etiketoj që ndodhet jashtë kufirit Republikës Shqipërisë, dhe ai është burimi i parë dhe i fundit i gjithë gazetarëve të tjerë, të cilët ka marrë lajmet, janë ripërpunuar lajmet për të shitur në një formë sa më të bukur për konsum për opinionin publik. Kush është e vërteta e zonjushës së fjalë për ta qartësuar për gjithë ata? E vërteta është se nuk kemi të bëjmë absolutisht me asnjë lloj të vërtetë në lajmin se këto shkojnë në takime speciale dhe mandej e zhvillojnë atë idenë e tyre se çfarë nuk kupton një takim special. Por është një marrëdhënie, ka shkuar për takuar një nga individet apo dy individa? Ka takuar individin me cilin ka patur një bashkëtesë, ka një bashkëtesë. Ka pasur dhe ka një bashkëtesë? Ka pasur, sepse është në formë të ndryshme. Nuk janë bashkëtesat, sot ligji e lejon. Nuk është vepër penale që ti të kesh më shumë se sa. Është e vërtetuar kjo, Klodi? Që ka pasur një bashkëtesë? Është e vërtetuar sepse po absolutisht gjatë periudhës që personi ka qenë në kërkim, ka patur bashkëtesën e tyre, është fakt i pranuar nga të dy palët me njëri tjetrin. Pra, ka prova, sepse zakonisht... është e vërtetuar, është fakt i vërtetuar ky. Zakonisht bëjnë disa deklarata notariale sikur je në një bashkëtesë dhe ndërkohë... Po pse do ta marrim ne sikur se janë në një bashkëtesë? Ato janë në një bashkëtesë. Pra, ka prova që kanë bashkëtuar sa kohë ku kanë bashkëtuar? Kontratë qiraje të banesës që kanë bashkëtuar? Bashkëtesa nuk nënkupton aktin ligjore. Bashkëtesa është një
bashkim fizik i palëve. Palët rrinë bashkarish e deklarojnë janë si dashur. Pra dhe dashurit thunë bashkëtues sot. Në një koncept përgjithshëm. Për shkak që ti konsumon marrëdhënien, pra në gjitha elementet, një marrëdhënie interpersonale, në gjitha elementet e saj, ti je bashkëtues për shkak që ti vazhdimisht rrin me atë person. Atëherë, si ka hyrë zonjusha brenda burgut të Korçës? Si bashkëtues i personit. Konfort të gjitha rregullave? Konform gjitha rregullave. Pra, është shënuar që do takonte bashkëtuesin e saj apo një të burgosur tjetër? Jo, bashkëtuesin e saj. I ka takuar të dy njëkohësisht, ka bërë dy takime me dy? Një takim është bërë. Një takim është bërë, pra kjo është zgjedhja e tyre se si ato e kanë ndërtuar marrëdhënien. Po pse shgoditur kjo zonjush, por duke u aluduar edhe për zonjushat e tjera? Duke qenë se është produkt i cili shitet. Okej. Produkt i cili shitet shumë bukur në media, sepse nuk kupton krimin nga njëra anë, dyshuar krimin, nga ana tjetër vajzat e bukura, nga ana tjetër elementet intim që e bëjnë historinë sa më të bukur dhe është material i cili shitet shumë mirë. Tani, unë si avokat nuk është se kam ndonjë gjë kundër gazetarëve, nuk është se unë kërkoj të bëj ti me ne punon çdo ditë, ëh? Nuk është se kërkoj të bëj, le të themi, censurën e avokatit, por ka dhe një balancë e cila një proporcionalitet që ruhet midis një informacioni, se jo çdo lloj informacioni përbën lajm, dhe jo çdo lajm përbën interes për publikun. Në gjithë historinë kam shtruar një pyetje që me drejtë e kemi drejtuar edhe gjykatës. Çfarë interesi kishte në rastin konkret? Çfarë dobi publike i përbën ky lloj lajmi? Përveç se është një lajm diskreditues. Diskreditues se për personin në fjalë, për zonjushën. Për personin në fjalë. Ligji ka një kuadër ligjor shumë të mirë rregulluar sot në Shqipëri, edhe mbas rekomandimeve të Këshillit të Evropës. Të ti edhe të etikës gazetareske europiane, ku ti mbi të gjitha ke për detyrim ligjor dhe moral etik që informacionin që ka përsëritur, jo vetëm që duhet të jetë i vërtet, por nuk duhet diskreditosh as jetën private dhe as dinjitetin e atij personi. Dhe për këtë veprimtari të dy javëve të fundit është njoftuar edhe drejtoria e Komisionerit për mbrojtjen e dhënave personale. Po. Dhe komisioneri rekomandon që pasi është marrë ankesa, të paraqitet kërkesa pranë kontrolluesit pra personit i cili ka nxjerrë dhe ka përpunuar këtë lloj informacioni në mënyrë që të marrë masat e duhura për heqjen e tyre. Dhe heqja e tyre ku konsiston një lajm? Heqja nuk mund të përdorësh lirisht as emrin, as mbiemrin, as fotografit për t'i bërë personale dhe për t'i ripërpunuar. Përsa kohë që personi nuk e ka dhënë pëlqimin për përpunimin e tyre. Në këtë kontekst, unë i ftoj mediat në përgjithësi, jo vetëm për këtë rast, por në përgjithësi që në përcjelljen e dhënave personale duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Dhënat personale, fotografitë e personit, sepse ka pasur pak raste që ka pas edhe gabime në emra, mbi emra dhe në fotografitë e personit. Dhe kjo ka sjellë absolutisht shpërblesimin e interesave. Qartë. Dhe kjo i shërben si një thirrje për të qenë sa më korrekt dhe të paktën të respektojmë dinjitetin e personave që përcillen. Po fenomeni i takimeve të vajzave të njohura të ekranit me të fuqishëm të botës së krimit. Kjo nuk është vepër penale, nuk është as krim. Jo, dua të them, ti e beson apo jo? Ose qarkullimi në emrave me iniciale apo aludimet nga inicialet se kush vajzë është e njohur apo jo. Ti beson këtë gjëra apo jo? Po, në takime speciale mund të takosh edhe një shok. Jo, dakord. Çfarë do thotë kjo? Vajza në fjalë ka takuar bashkëtuesin e saj në të gjitha format, dashurin, kujt di unë. E dini ju që keni filluar pastaj edhe t'i largoni emrin nga ekrani dhe i e drejtuar institucioneve. Do doja të dija diçka, ti e beson këtë fenomen apo jo? Nuk është që gjithë fenomenet do të jetë sepse kolegu në fjalë që jeton jashtë kufive nxori edhe video se çfarë bëhej festa në brenda ambienteve të burgut. Pavarësisht se ku janë realizuar ato video. Se mund të jesh me burg nuk do të thotë që s'ke drejt festosh. Ligjërisht edhe po jo me mjete të ndaluara brenda dhomës burgut. Edhe administrata e burgjeve ka detyrim ligjor që të organizojë suita luksoze, Unë nuk e mendoj, nuk e shoh aq sepse nuk e shoh aq situatën sa transmetohet. Sepse edhe ato që janë burg kanë drejt, sepse është një parim thelbësor, është rehabilitime. Si do ta bëj rehabilitimin e? Absolutisht për gjëra që janë ndaluar, sepse ke një kufizim, ke ca kufizime kur këto vajzat i thua që nuk shkojnë përkundrejt pagesës për të bërë. Unë nuk besoj që tjetë e tillë, për sa kohë që nuk ka asnjë lloj indicie se do të jetë ai që e thot, ose që mund të jetë detyruar. Prandaj këtu ka vend për tetu pastaj, që është çështje, nuk është çështje gazetareske, por është çështje
hetimore pastaj, nga edhe çështja e prokurisë, sepse mund të jetë një aktivitet trafikimi ajo që absolutisht mund të ketë nevojë. Megjithatë do shikojmë se si do shkojë me klientën tuaj dhe si do reagojnë të gjitha institucionet. Ju e keni nisur rrugën institucionale. Ne jemi besim plot që institucionet do marrin masa, ato ama do të marrin masat e tyre sepse ne kemi qenë edhe në këtë emision që ne na shtreqë vëmendje për gjëra më minore. Ne kemi përmendur jo, për gjëra të sajuara nga palë të treta. Për gjërat pa vërteta dhe na shtreqë vëmendje, ama për një gjë që është e pasur që ti nuk mund të ekspozosh të dhënat atitjetit, emër mbi emër, fotografi, jetën personale, çfarë bën, insinuon, vendos titull nga bombastik, ndërkohë brendin e materialit nuk ka asgjë të vërtet. Prandaj t'ja lëm të bëjnë institucionet bëjnë punën e tyre, gazetarët bëjnë punën e tyre. Si është gjendja e vajzës e Zënjushës në fjalë? Për momentin është normale, ka fituar absolutisht besimin, sepse shikojnë që hapat ligjore janë ndërmarrë dhe do të ketë edhe të fundin që ne presim. Faleminderit Klodi që të kisha ditën e sotme në këtë studio, faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejni në ekranin e televizionit më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.